Sot është dita e fundit e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Deri tani kandidati i vetëm i propozuar është Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosja. Ai ka mbështetjen e 30 deputetëve të vetëvendosjes dhe grupit multietnik. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu tha se për zhvillimin e seancës për zgjedhjen e presidentit duhen të paktën 2 kandidat. Ajo i ka ftuar deputetët që të propozojnë një kandidat tjetër deri në fund të afatit. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të bëhen të paktën 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentes aktuale. Afati përfundon me 5 mars 2026. Presidenti aktuale, Vjosa Osmani, u zgjodh me 4 prill të 2021-shit dhe mandati i saj zgjat 5 vjet. Ekspertët shpjegojnë se nëse nuk ka 2 kandidat, seanca nuk mund të mbahet dhe vendi nuk shkon automatikisht në zgjedhje, por nëse shfaqen 2 kandidat dhe seanca nis, procesi mund të ndalet dhe të zvarritet deri në 60 ditë. Juristi Faton Fetau thekson se nëse deri mbrëmjen e sotme në orën 24 nuk zgjidhet presidenti, vendi hyn në zgjedhje sipas nenit 86 të kushtetutës, ndërsa për shpërndarjen e kuvendit sipas nenit 82 mund të nevojitet një shtyrje prej 60 ditësh për të hapur rrugë zgjedhjeve të reja.